Ti tani ki vazhdu ki kry shkollë për... Po, shkollimi jam shkon ma herët sa i përket teknologjisë. Më kujtohet që ndiku 95-96 Sali Doqiqi ka pas kursin informatika, edhe fati jam është që ajo është burri tezës babës tam, edhe ma ka leju se ka qenë pa mundshme ti si fëmijë me shku me mësu me kompjutera. Unë kom shku une aty edhe ju në konë një 10 burra, ai kur diktoj ke u bëjsha nervoz s'mu isha me shkru shpejt, ai për të më dhaj diktoj ke s'mu ke ma për cilë tempën. Po në qatë periudhë pa ta kry 3 kurse, ka qenë për DOS, Word Perfect që për ndryshe Wordi Soulshit për atëherë, edhe 4 Pro që është Exceli sot. Edhe me nxi prit qa me dalë për Windows, po masi na s'di çka u bone, bënëm kompjuterin tonë, bëna Windows masi i hina vet asaj pune. Po ka qenë interesant për çat kohë me mësu programe profesionale si fëmijë. Po është interesant që shumicën e aftësive që ai ka marrë në kompjuter si fëmijë gjatë 90-tave është e papërshkrueshme sa shumë sot e kësaj dite që ato aftësi përdori në mënyra të ndryshme. Sidomos periudha 95-2000, domethënë 2000 në përherë fort kam pas kontakt me internet. Në fundin 99, des kur ka ardhur interneti nëpër internet kafe, në Prishtinë, domethënë çatëherë më kujtohet që domethënë 2000 nëse e kqyr, kom ditë me punu me audio, kom ditë me punu me Photoshop, grafika, me bo video montazha, bile PowerPoint, është shumë interesant që PowerPoint u pata mësu çat shumë me animu në PowerPoint, s'kom pas vegël tjetër, so që sot e kësaj dite kit prezantimet çka i bëj kur i bëj nëse ishe prezantimet e mia kit me do animacione me do sane. Kit ka të bëjmë me çat moshën e fëminisë që i kom mësu çato sane me zor, domethënë edhe sot kur më shet dikush nëse ma çet një software 3 me përdor shumica njerëzve që kom pas që shprehi shumë normale, hin YouTube, këshyrin tutoriala, sane për më mësu me to. Unë kam një metodë tjetër që është metodë që shina mësu, keq me mësu, se s'kena pas mënyrë tjetër. Unë i preki kit sane të rënjë gjysore, pasi kuptoj. Çka ka ndonë.